Veprimtaria ekonomike tregtare e portit të Durrësit në periudhën janar-mars 2025 ka regjistruar një rritje në masën 8.4% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit paraardhës. Të dhënat zyrtare të Autoritetit Portuar Durrës konfirmojnë se përgjatë 3 muajve të parë të vitit janë akostuar në kalatat e portit të Durrësit 308 mjete lundruese, të cilat kanë transportuar në total 882.481 ton mallra, ose 68.100 ton mallra, më shumë se e njëjta periudhë e vitit që lan pas. Referuar të dhënave analitike të APD-s, mbi 216.000 ton mallra janë importuar, ndërkohë që rreth 666.000 ton janë transportuar për eksport drejt porteve ndërkombëtare. Po ashtu, një rritje të konsiderueshme në masën 10% kanë shënuar dhe volumet e mallrave të përpunuar përgjatë muajit mars, krahasuar kjo me marsin e vitit 2024. Të njëjtat burime ndajnë dhe shifrat e mallrave të përpunuara në kalatat e kompleksit portual Durrës Porto Romano, ku gjatë këtij tremujori janë përpunuar 1.553.036 ton mallra, ndërkohë që kryesojnë eksportet me një rritje të konsiderueshme në masën 59%. Të dhënat tregojnë se në portin më të madh në vend mbizotrojnë mallra gjenerale, të cilat reflektojnë një rritje në masën 62% në raport me të njëjtën periudhë të vitit 2024. Burimet zyrtare të APD-s saktsojnë se këtë tremujor, volumet e njësive kontejnerike kanë njohur një rritje të lehtë prej 1%, ku në total janë përpunuar 43.638 TEU, krahasuar me 43.395 TEU të përpunuara në janar-mars 2024. Sa i përket sektorit të udhëtarëve, mbi 108.000 pasagjerë janë regjistruar në hyrje-dalje të vendit nëpërmjet pikës kufitare të Durrësit gjatë janar-mars 2025, ndërkohë që rreth 49.000 mjete janë transportuar me tragete.